Në numër për në 5-4-22, të do të 25 për rëgjimi 25, për shkak se konsiderojmë që në rastin konkret kjo është si në shkelet esenciale të dispozitat procedurës penale, shkelet ligjit penal, kërkimi gabuar dhe gjendjes faktike dhe tonë se rezultati i gjithë atyre dhe mendimi i dënimit është jo zgjodhur. Kur kemi nevojë në shkelet esenciale të dispozitat procedurës penale, në 384 në duhet e konsideron se kjo gjykim është i përfshirë në shkelet të tij, në paragrafet 1, paragrafet 1.10, paragrafet 2 dhe pikës 7 të kodit të procedurës penale të Republikës Kosovës. Kur e kemi këtë, kemi parasysh faktën se këto shkelet konsistojnë se gjykimi i ndihmon në tërësi arsyetimin, edhe pse kemi një gjykim super voluminoz në 114 faqe, arsyetimi apo elaborimi i fakteve, provave, dëshmive të elaboruar gjatë këtij shëtimi gjyqësor, edhe aty në sa dhe gjatë të përgjithësisë i mungon në tërësi. Kur e them këtë kom parasysh faktet si në vetë, edhe sa i përket veprimin të minuset pandemëve, bashkarisht, edhe individualisht, edhe sa i përket bashkyrës, edhe sa i përket analizimit të mbrojtjes së pandemës vetëm, edhe në cilësinë e dëshmitarit njëherë, e pastaj të pandemës, për çka gjykata nuk ka pas drejt atë. Nuk ka pas drejt as interpreton favor, as në disfavor, siç ka bërë në faqen 7 gjë ka gjykime. Si dhe nuk ka pas drejt të interpreton pretendimet e ndërtuara. Kjo tregon se gjykata u marrë me çështje tek jo relevante, u marrë me çështje të asaj kanë penguar në zgjidhje së drejtës e ka marrë rolin më shumë akuzator të terrorizëm. Shikojmë faqen 104, paragrafi 3, çka thotë gjykata. Si dhe për provat rrethanore apo provat të tjera, interpreton provat transkriptit gjurë duke konsideruar se kjo provë i ndihmon gjykatën që të parandalojë manipulimin e bashkëpunësit provues nga ana e mbrojtjes. Na e them këtë element që profesor Kajsi e është zgjuar. Do thotë, pretendimet e mbrojtjes se një provë ka qenë ashtu apo kështu, ajo është si manipulim. Mbrojtja para dhe thotë ndihmon gjykatës jo me provë Kajsi të tyre, por thotë i ndihmon gjykatës që ta forcojë Kajsi, në rolin jo të gjykatës, por në rolin akuzator dhe mirët në çështje të saktë nuk i takojnë fare, ose s'po i takojnë gjykatës. Pra, gjykatët interpreton thënien e mbrojtësve në mënyrë siç ka bërë rasti konkret, duke i quajtur pretendimet të mbrojtjes manipulimi. Në vend se të përmendë të aksentojë gjykimin e saj në prova të gjetura të tjera gjatë gjykimit fiktor, tregon se ka mungesa të mëdha në gjykim vendet të gjetura të saj, në shumë vende mirë të interpretimit, jo tha avokati i mbretës, jo tha avokati apo tjerë se kush kanë qenë aty kemi në faqen 104 si thash paragrafin 3 të gjykimit. Prandaj këtë drejtim dispozitiv është përsëri i pakushtueshëm dhe kontradiktor brenda rretës dhe me arsye të paraqitura në arsyetim. Gjykimi nuk përmbon arsye të kushtit me fakte elementare për të vendosur në mënyrë siç e ka treguar gjykata në rastin konkret. Për të qenë arsye të paraqitura në kundërshtim të mbajtjes së provave të shkesa. Për më tepër nuk ka paraqitur fakte të qarta dhe të plota dhe të arsyeshme çfarë konsideron të vërtetuar në lidhje me të pandemën, por e bën një përshkrim të zgjeruar me kafë akuzës, edhe me deklaratat që i kanë të vënë dëshmitar gjatë procedurës së rimove. Arsyetimi për rastin të individuale e tonë gjykata kjo është mbështet në thëniet e tij në deklaratën e datës 7 dhe 2022, thëniet e pandemës. Në bazë të cilës prokuroria ngritet akuzën, por jashtë pandemës vetëm ka në 7 deklarata. Dhe në asnjë tjetër nuk ka qenë saktë prokuroria dhe për gjykatën por edhe me datën 7 dhe 2022. Pse gjykata e fol besimin pas deklaratë, edhe të tjera, pse e fol vetëm një pjesë të kësaj deklaratë, jo të deklaratës nuk e arsyeton në asnjë rreth të gjykimit të ishte në pas. Ja, të vendet të dëgjove gjyqtarin për rastin konkret për procedurë, pastaj edhe ndrojtja në po. E për këtë fjalën e ndrojtjes do arkivi shumë të shkëlqyer. Jo, nuk kam mësuar për projekt. Nuk e kam mësuar. Pozicioni i të akuzuarit në gjatë Basaliu në këtë çështje penale, sipas akuzës dhe gjykimit të antinuar
ka mundësi në 114 faqe. Gjykata të mos jetë në gjendje, fillimisht as prokuroria, të vërtetoj, të ofroj, se dere të vërtetoj, të ofroj një provë, kur ka fillu kjo marrëveshje, si ka fillu, si është arrit, si janë nda rolet, cili është kontributi i secilit prej të akuzuarve. A e tha gjyqtarja referuese se, si pas arsyetimit të gjykimit të ankimuar, kontributi i Nexhat Vllazaliu në bashkëkryerjen e veprës penale të vrasjes është vënia në dispozicion e shtëpisë së tij në fshatin Novo Vllazaliu. Si ka mundësi të jetë bashkëkryerje në vrasje ku sipas dispozitivit të aktakuzës dhe të angjykimit, vetë prokuroria plason një teori të tillë akuzuese se veprimet e të akuzuarit janë veprime që eventualisht mund të cilësohen pas kryerjes së veprës. Pra, në tërë dispozitivit përshkruhet vrasja e Tanit të Ndjerit nga ana e të akuzuarit jeton, ngulfatja me duar nga ana e tij, detajet e tjera të shkuarjes dhe daljes nga i vend, ndërka që e keni në gjykim ku thot 7 herë me prova materiale, 7 herë i akuzuari jeton pas vrasjes, është dash ta thret vllahun e tij i cili nuk është përgjigj për të shku ta marrë një vend. A është e mundur që me një marrëveshje paraprake për 4 muaj të ndodhë një vrasje e tij? E dyta, një çështje tjetër që këtu është me rëndësi të përmendur. Vënia në dispozicion e shtëpisë është veprimi inkriminues sipas aktakuzës dhe gjykimit të ankimuar. Nga shkresat e lëndës rezulton edhe logjikisht shtëpia është ekzistuese, është objekt i cili qëndron në një vend, është shtëpi e pabanuar dhe e hapur në të cilin mund të kemi qasje edhe ne që fare nuk e njohim atëherë. Dhe si ka mundësi që Nexhati ta ketë vënë atë shtëpi në dispozicion. 29 dëshmitar për 2 vite e gjysmë janë dëgjuar në këtë shqyrtim gjyqësor. Nga 29 dëshmitar, absolut asnjë i vetëm nuk e njeh, nuk e përmend, nuk e përfshin dhe në asnjë mënyrë nuk e inkriminon të akuzuarin Nexhat Vllazaliu në vrasjen e Tanit të Ndjerit. Si ka ardhi përfshirë këtu? Është deklarimi i 7 i të akuzuarit të Vllazaliu në prokurori, pra deklarata e tij, po e quaj unë figurativisht famoze, i të cilën prokuroria ka arrit ta zbërthej këtë rast dhe ta ndriçoj për kryerjen e vrasjes ndaj të Ndjerit vetë. Dhe çka ndodh? Kjo deklaratë, apo i beson prokuroria? A e ka ngrit akuzën mbi bazën e asaj deklarate? Ja fali besimin dhe gjykata e shkallës së parë, edhe pse sipas nenit 119 paragrafi 5 në mënyrë eksplicite është e përcaktuar se deklarata e të bashkëpandehurit nuk mund të shërbejë si provë ndaj të pandehurit tjetër në të njëjtën procedurë. Në rastin e tillë, kjo lere që ta dojë, lere që kjo gjykim është i përfshirë, po ja që po i besojmë tërësisht asaj deklarate. Pikërisht mbi bazën e cilës është ngritur atë akuzë dhe është punu ky gjykim, ajo deklaratë si provë që e ka pranuar gjykata është shpajsuese për të akuzuarin Nexhat, sepse në deklaratë jeton Vllazaliu e pranon veprën se ka kryer vetë. Bie fjala për veprimet e të akuzuarit Nexhat pas vrasjes e aty gjykata nuk e falë. Dhe çfarë thot? Ka pas për qëllim që ta merr veprën përsipër dhe ta liroj nga procesi vllaut. Si ta merr veprën përsipër? A do të thotë kjo se as gjykata nuk e ka bindjen e plotë se i akuzuari jeton e pas ka kryer? Dhe e treta, bashkëkryerja konsiston në atë se në qofse veprimi i njërit bashkëkryes mungon, vepra nuk do të kryhet. Në rastin konkret, nëse shtëpia e Nexhat Vllazaliu si e pabanueshme, me qasje të lirë në vend, nuk do të ekzistonte në atë fshat 40 kilometra
nga vendi ku ka qenë aktualisht i akuzuarin e gjatë, a do të thotë kjo se Injeri Bedriri Xhepi do të ishte gjallë. Prokuroria është marrë me sajesa dhe me trillime për ta përforcuar në një farë forme aktin e vet akuzues, të pambështetur në prova. E dyta, nuk është vërtetuar me asnjë provë marrëveshja paraprake. Dhe e treta, nuk është vërtetuar pashkryerja në vrasjet e veprimet e Nexhat Vllasalit. Prandaj, gjykatës së apetit i propozoj që me vëmendje edhe një herë të analizoj ankesën time të parashkruar në shkrim dhe të veproj kontroll propozimin në të cilin unë kam propozuar që i akuzuar i Nexhat të lirohet nga akuza për veprën penale për cilën është akuzuar, apo që gjykimi i gjykatës së shkallës së parë të anulohet dhe çështja të kthehet edhe një herë në rigjykim. Duke dëgju ankesat për referimet e ankesat mbrojtësme, mbrojtësve të akuzuar dhe referimet e tyre, kjo përshtypjen sikur ankesat janë tërësisht kundër vullnetit të akuzuarve. Për njësi fillimisht në ankesën e të akuzuar, mbrojtës të akuzuar të tanë, i cili në asnjë moment vetëm në fazën e hetimeve dhe nuk e ka mohu kryer në një krimi për cilin nuk është pretenduar për përrejtësi, e nuk është shkruar askund që është kryer në mënyrë mizore. Ka dallim mes denakrisë dhe mizorisë. Gjykata është pavërskuar në asnjë faqe, në asnjë pikë, në asnjë pjesë të gjykimit nuk pretendon për mizori. Prandaj çdo thirrje e praktikë e cila pretendohet të përdoret për ta nxjerrë gjykimin në emër të mizorisë është thjesht spekulim pa mbështetje në argumente. Po ashtu, jeton Vllasali, për cilën po pretendohet si në malin e dëshmive të tij të dhëna fillimisht si dëshmitar e pastaj si personën e hetim, po pretendohet se gjykata nuk ka pas të drejtë të falë besimin e deklaratës së tij të datës 7/10/2022. Është absolutisht të pretendohet, sepse logjika e parashtruar në ankesa e referimi këtu, në qoftë se gjykata kufizohet që duhet i analizojë të gjitha dëshmitë për të nxjerrë një të vërtetë nga dëshmia e të akuzuarit, për bindjen time nuk e gjen leq, edhesa desha gjen as në praktikë. Pra gjykata ka diskrecion dhe këtë dim të gjithë dhe parashtrojmë dhe ne ju themi madje, se gjykata ka diskrecion që më ndërgjegje ta vlerësoj se në provë që veç të gjej cila lidhet me tjetrën për të ardhur deri te një konkluzion ligjor. A kishte konkluzion të drejtë dhe të lehtëshëm nga deklarata datës 7/10, po kush e mbështet këtë konkluzion? Ekspertiza mjekëligjore. A kishte vetvrasje siç po pretendojnë këta, apo kishte vrasje dinakët e Bedriri Xhepit? Ekspertiza thotë që është ngufar, jetonit atë ka ngufar. E përshkruan në vendin, na thonë që nuk dihet vendi se ku ka ndodhur vrasja. Nuk dihet se kur ka ndodhur vrasja. Si s'dihet? Kur këta vetë pranon jetonit të data të pranon kuzhinën, e pranon katin e tretë, e pranon perden, e pranon veturën, e thot një sentencë të rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenazë, i thot Nexhati, se krejt shpine kisha hallë, gjatë kohës kur këta nga kati tretë përpiqeshin ta nxjerrin kufomen e Bedriri Xhepit jashtë. Dhe ja lidhen me qese të zezë. Pra kur i ndëgjoj ankesa, kam vështirë me kuptu, apo pretendohet që krimi s'ka ekzistu, apo pretendohet që këta se kanë kry, apo thjesht ka një shkak tjetër të vdekjes së Bedriri Xhepit, pretendimet e mbrojtësve se duhet të vërtetohet një skenar, ngjasojnë me filmat e Big Brotherit, e jo me një marrëveshje 4 mujore. Po thonë se Nexhati nësi Nexhati të jetonit nuk ka pas marrëveshje. Po ja u kujtoj vetë një deklaratë të Nexhatin cilësi dëshmitarit, datës 7/4/2022, me qenë se për referohen gjendjes faktike. Kur e pyesi Nexhatin se ku ke qenë mëngjesin e datës 8, në natën kur e vritet Bedriri Xhepi, Nexhati thotë kam shku në Vllasali. Kam shku me marr drum, vetë kam shku. Kur e pyesin a e ke pa jetonin a dit aty, nuk me kujtohet a e kam pa. Pra nuk i kujtohej Nexhatit se a pa jetonin ditën kur shkojmë ja përgatit terrenin për ekzekutimin dinak të Bedriri Xhepit. Dhe tash po thirrën, e tash po thonë se ky krem nuk pas ka ndodhur, se Nexhati s'pas ka qenë aty. E shihni të nesërmen, me datën 9, Nexhati vetë e përshkruan, kam shku prapë thot në Vllasali, e kam taku jetonin, e kam pyet a ke flajt,
kemi shku bashkë me të, kur e përballi unë me deklaratat e tij në gjykem, ky zotëriu thotë nuk më kujtohet se kom thonë më këtë. Ky komandant zone i ushtrisë dikur pretendon se ka luftu për lirinë atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Bedrirës Gjepit dhe kështu thonë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotënisë që kanë goxhuar me durrët e tij. Krimi që është kryer nuk është absolutisht dilemas më e vogël, që është kryer në konakun e tyre, që është kryer në pabesi, që është kryer në dinakri, që është përpiq me u masku, e që njësit më elite të policisë Kosovës këtë 18 muaj kanë punu për me zbulu, është e padiskutueshme. Po pretendohet se do duhej kishte kontratë në shkrim për një marrëveshje mes dy vëllezërve që jetojnë bashkë, që thonë kemi pas raporte shumë të mira, që natën kur ekzekutojnë Bedrirës Gjepin me çokoladë festojnë? Natyrisht nuk ka si pretendime, nuk mund të ketë si pretendime, sepse ta kanë pas kohën e mjaftueshme. Po pretendojnë që nuk pas ka pas motivi që ka i pa vërtetuar, absolutisht jo. Jo vetëm që është vërtetuar që është dobi pasurore, janë dy motive në fakt. Nëse marrë motivin e jetonit, thotë se ka ekzekutuar për shkak se Bedrirës Gjepi ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. Tash le të përcaktohen cilën po e zgjedhin pse kanë ekzekutuar. E kanë ekzekutuar për moral apo për material? Kjo është me përgjigje, kjo është me masa, kjo nuk e kontestojnë ta. Ndërkohë që kemi ftuar edhe çikën, e cila faktikisht është trëndit në rastin e s'poja përmendja semen se unë kam qenë insistuesi që as mos dëgjohet në publik, dhe kam mohu si fakt e si ndodhi. Pra prapë kthem te çështja materiale. Jetoni e pohën krimin, Nexhati e kontribon thelbësisht në kryimin e krimit. Nuk është veç vënia e shtëpisë në dispozicion siç pretendohet në ankesa. Nuk ja ka dhënë shtëpinë me qira. O shkuja ka përgatitur terrenin me datën 8 me gojën e vet atë, në zgjidhje të dëshmitarit. Pra, para se mu kry krimi, para se jetoni ta krijoj skenarin e ta bëj ekzekutimin. U pretendua këtu nga kolegët të dashur që ky akt gjykim për 114 faqe i ka vetëm 3 faqe arsye. Përbes është pa drejt me çuj kështu. Përbes nëse merr që një prej tyre merr në faqen 54 që në ka rënë sy kështu prej saj gjykata që në paragrafin e parafundit të gjykata kësaj bisede vëllezër vren ndjenën e fajësisë apo nënvetdije. Pak një paragraf më anë, plotësisht gjykata dhe theksin në atë se të panderit pranojnë se kanë kryer rol aktiv e tjera. Nëse ka dikon në kodin e procedurës penale se thuhet se arsyetimi duhet ta ketë një kronologji që fillimisht gjykatës janë ndalën që për secilin dëshmi që elaboron të bëjë arsyetim, unë e pranoj që ka shkelje. Por këtu gjykata është kujdes të jap për bindjen time, për te nevojës, është kujdesit t'jap arsyetim për secilën provë që e ka administruar. Sa i përket dispozitivit të gjykimit, dispozitivi nëse është dikon i shkruar, lizori, që kërkon ekspertizë shkencore apo që referohet, unë po pranoj këtu se kjo çështje duhet kthehet. Por kjo çështje do të ishte padrejtësi me u kthy, sepse po në janari i këtij viti kur fillon marrëveshja bën 5 vjet, e 8 prilli i vitit që po hyn së shpejti, e bën po ashtu 5 vjet që këtu e dy prindë që nuk janë këtu, e shumë të tjerë presin një drejtësi për këtë gjykim. Vrasja e Bedrirës Gjepit ishte absolutisht vrasje në pabesi e vrasje e gatuar në gjaktësi. Vrasja e Bedrirës Gjepit kërkon drejtësi. Drejtësia për bindjen tonë në gjykatën e shkallës parë ishte aq tolerante për të akuzuar, saqë në asëllatën sa herë dashten. Në hetime lujten u tallën me prokurorinë. Thjesht u tallën sa herë dënin, i ftonin, i kthenin, dëshmonin, nuk dëshmonin, pranonin, spranonin. A e dini një fakt që po e kontestojnë këta përfitimin pasuror. Vetë në Nexhati thotë unë ja kam kontrolluar, vetë jetoni thotë ja kam kontrolluar Bedrirën në telefon gjendjen e llogarisë bankare. Dhe është pyet nga gjykata çka dashte me këshillën edhe në llogari bankare, meqense po e këshys kom pas të përpara se e kam shikuar dhe gjendjen e llogarisë bankare. Pra jo vetëm që janë përfituar mjetet e cilat Bedrilli ka pasur vetë për me kryer një pazar, por është synu që me gjurmu hala mos ka mjetet e tjera. Se u kry krime, e se u provu me u masku, të dytë thelbësisht i kanë kontribuar. Jetoni duke shkru mesazhe përfshi dhe duke bë akuza se pas ka shku me një femër të komësisë serbe, e pas ka shku këtu, e pas ka shku atje, që i ka njës familjen
në gjati duke ju bëbe në emër të këtij e të atij, se po që se vërtetohet kjo unë ja u kam ka gjatë bërës, paska se e pranoj që në mbrëmje pastaj kështë shku kështë marrë vllajën e tij. Pra në mëngjes ja përgatiti terrenin, mbrëmje shkoj edhe kthej aty ku duhet plenin qetë, duke festu me çokoladë për ekzekutimin e një njeri. Përbes, unë mendoj se arkitekti ka qenë gjati. Kjo nuk është imja me provu. Ekzekutori ka qenë jetoni, arkitekti ka qenë gjati, sepse arkitekti ka shku me qenë themelin e ekzekutimit të krimit, edhe ky e ka ekzekutuar në mënyrën më dinake të mundshme.